Kanë kaluar 2 muaj që Byroja Kombëtare e Hetimit është pa drejtues ligjor në kundërshtim të plot me ligjin nr. 95/2016 për organizimin e institucioneve të drejtësisë penale. Megjithatë, as drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani, as kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani nuk kanë zbatuar detyrimin për të përmbyllur procesin e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorit të ri të BKH-s. Në vend të zbatimit të afateve ligjore, BKH drejtohet aktualisht nga një prej kandidatëve të komanduar në një akt që juristët e konsiderojnë shkelje të hapur të ligjit dhe ndërhyrje të drejtë për drejtë politike. Sipas ligjit, pas përfundimit të mandatit Aida Hajnajt më 31 gusht 2025, drejtori i ri i BKH-s duhet të ishte zgjedhur jo më vonë se 30 gushti në bazë të procedurës që nis me shpalljen e garës, testimet dhe verifikimet e figurës e pasurisë së kandidatëve, por procedura është bllokuar qëllimisht që nga 7 prilli 2025, kur Dumani hapi garën, procesi është zvarritur në çdo fazë. Testimet fizike e profesionale u shtyn disa herë, testi i së vërtetës, poligrafi u krye me vonesë, verifikimi i figurës dhe pasurisë që duhet përfunduar më 20 gusht nuk është mbyllur ende. Burime brenda SPAK-ut konfirmojnë se të 7 kandidatët kanë kaluar testimet, janë certifikuar dhe janë në pritje vetëm të verifikimit figurës, një procedurë që sipas ligjit zgjat jo më shumë se 30 ditë, por më 22 gusht Altin Dumani nuk dërgoi emrat në KLP siç përcakton ligji. Në vend të kësaj, ai dhe Bogdani kanë përdorur justifikimin e një shtyrjeje prej 6 muajsh nga Komisioni i Vlerësimit të Figurës, një arsye që ekspertët e konsiderojnë të fabrikuar për të mbajtur BKH-n në komand politike deri në fund të vitit. Në prapasken, zvarritja e procesit lidhet me pazaret e mëdha politike për kontrollin e 2 institucioneve kyçe të hetimit, SPAK dhe BKH. Në dhjetor pritet të zgjidhet drejtuesi i ri i SPAK-ut dhe vonesa e zgjedhjes së kreut të BKH-s, po përdoret për të siguruar që të dyja postet të emërohen në të njëjtën kohë, sipas balancave të kërkuara nga qeveria dhe grupet e interesit. Në këtë situatë, BKH është kthyer praktikisht në një institucion të paralizuar, pa drejtues të ligjshëm, pa kompetencë për vendime madhore dhe në drejtimin e përkohshëm të një kandidatit komanduar në mënyrë të paligjshme. Kjo strukturë nuk mund të zhvillojë hetime të ndjeshme. Kjo krijon një vakum që sipas burimeve të pamfletit po shfrytëzohet nga politika për të manipuluar dosjet e mëdha duke penguar nisjen e procedimeve për disa çështje që prekin zyrtar të lartë të mazhorancës dhe rrjete financiare të lidhura me qeverinë. Në thelb kjo është goditja më e rëndë që i bëhet reformës në drejtësi që nga viti 2016. Struktura që u krijua për të hetuar korrupsionin e nivelit të lartë sot kontrollohet përmes komandimeve të paligjshme. Dhe SPAK e KLP në vend që ta garantojnë pavarësinë janë bërë pjesë e një loje të hapur politike. Nëse deri në fund të dhjetorit nuk emërohet drejtori i ri i BKH-s, Shqipëria do të hyjë në vitin 2026 me një sistem hetimor pa drejtim të ligjshëm, një precedent që minon çdo standard të pavarësisë së drejtësisë dhe që e zhvesh plotësisht SPAK-un nga kredibiliteti ndërkombëtar.